Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një javë vetëm me qumësht, rezultati do ju befasoj. Kleopatra, mbretëresha e Egjiptit, besohet të ketë patur një bukuri të pashoq. Për mirëmbajtjen e saj, thuhet që Kleopatra ishte fanatike e qumshtit me të cilën ajo bënte rregullisht banjë. Qumshti është një burim i pasur i kalciumit dhe njëkohësisht i proteinës dhe renditet ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu. Qumshti jo i pasterizuar dhe i paskremuar i vjen në ndihmë lëkurës tuaj në mënyra nga më të ndryshmet, të cilat ne do t'ju prezantojmë në këtë video. Kundër rrudhave. Me kalimin e moshës, lëkura e fytyrës hollohet dhe njëkohësisht ajo humbet elasticitetin. Rrudhat shfaqen më shpejt ndërsa lëkura vuan pasojat e ekspozimit në diell. Qumshti gjithashtu përmban acid laktik i cili përmirëson shëndetin e lëkurës dhe njëkohësisht mundet që të zbusë rrudhat. Fal qumshtit, lëkura juaj do të bëhet më e lëmuar dhe njëkohësisht më e plot. Qumshti për heqjen e qelizave të vdekura. Heqja e qelizave të vdekura të lëkurës është një hap mjaft i domosdoshëm. Acidi laktik ndihmon në heqjen e tyre pa e dëmtuar më tej lëkurën. Në qoftë se ajo është e yndyrshme, atëherë me patjetër ju duhet të përdorni kurën me qumësht 3 deri në 4 herë në javë. Lëkurat e ndjeshme duhet të fërkojnë lëkurën me qumësht 1 apo 2 herë në javë. Kundër dëmtimeve nga dielli. Ekspozimi në diell shkakton dëme të shumta në lëkurë dhe një gjë e tillë e hollon lëkurën dhe e zbe elasticitetin e saj. Acidi laktik zhbën dëmin e shkaktuar nga dielli dhe njëkohësisht e trash shtresën e jashtme të saj. Për më tepër, ky acid nxit prodhimin e kolagjenit, një proteinë e cila i jep lëkurës tuaj një paraqitje më të shëndetshme. Sipas të dhënave, ju duhet të dini se qumshti dhe antioksidantët e tij janë shumë të mirë edhe për të lehtësuar djegjet e shkaktuara nga dielli dhe inflamacioni. Qumshti kundër njollave. Pigmenti i lartë i lëkurës, njollat dhe çrregullimet e tjera në paraqitjen e saj vinë si pasojë e melaninës, një pigment i cili prish një trajtshmërinë e lëkurës. Sipas të dhënave, qumshti dhe njëkohësisht acidi laktik ulin sasinë e depozitave të melaninës në lëkurë, duke zbardhur atë dhe duke ofruar kështu një paraqitje më të rregullt të saj. Qumshti e ushqen lëkurën. Acidi laktik i cili gjendet tek qumshti e ushqen lëkurën për aq sa ajo ka nevojë. Yndyrat të cilat gjenden tek qumshti krijojnë një shtresë mbrojtëse për lëkurën dhe njëkohësisht ato e zbusin atë. Ekspertët thonë se për te përfshirjes së qumshtit në kujdesin ndaj lëkurës, njeriu duhet që ta pijë atë rregullisht. Qumshti i skremuar gjithashtu do të ndihmojë edhe në përkujdesjen ndaj lëkurës nëse ju e konsumoni mbi 3 muaj dhe kështu ju do të zhdukni edhe aknet në lëkurën tuaj. Ashtu siç e kemi thënë edhe në videot tona të mëparshme, nëse syt janë pasqyra e shpirtit, atëherë fytyra është pasqyra e ekspozimit të pakujdesshëm dhe të gjatë në diell, veprimit të agjentëve atmosferik dhe njëkohësisht ndotësve toksik dhe stilit të jetesës. Të gjithë këta faktorë mund të shkaktojnë shfaqje të parakohshme të rrudhave në fytyrë. Lëkura juaj fillon që të humbasë elasticitetin me kalimin e kohës. Megjithatë, në ditët e sotme ofrohen një sër maskash natyrale të cilat janë edhe të lira dhe sigurojnë rezultate të jashtëzakonshme pa shkaktuar as edhe një efekt anësor. Ne këtu do t'ju njohim me një maskë e cila është 100% efektive për lëkurën tuaj, njollat në lëkurë dhe e rigjeneron atë.
Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një mollë jeshile, 100 gram rrush, 100 gram xhel aloe vera. Lajini mollën dhe pritini në copa të vogla me gjithë lëkurë. Më pas kalojeni në blender derisa ajo të bëhet pure. Më pas ndajeni me një anë, lani rrushin dhe shtrydheni në blender së bashku me xhelin e aloe verës. Bashkoni të dy masat e krijuara në një vazo qelçi dhe më pas ruajeni atë në frigorifer. Aplikojeni këtë maskë në të gjithë fytyrën, qafë dhe në gjoks për rreth 20 deri në 30 minuta. Më pas ju duhet që ta shpëlani fytyrën me ujë të vakët dhe fshiheni me një peshqir të butë. Përsëriteni këtë trajtim të paktën 3 herë në javë. Edhe pse këta përbërës zakonisht nuk shkaktojnë reakcion, është mirë që ju të bëni një test të vogël në një pjesë të fytyrës dhe kështu ju do të dini se si lëkura juaj do të reagojë. Ndaj ju duhet të siguroheni që të gjithë përbërësit janë të përshtatshëm për fytyrën tuaj. Këto janë recetat më të mira natyrale të cilat të zbehin rrudhat. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes dhe sipas ekspertëve ju duhet të dini se tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga mungesa e vitaminës D3. Përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen ose të shmangen nëse mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej recetave më të mira kundër rrudhave. Me këtë vaj të arrës së kokosit ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe i zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mund t'i blini njëkohësisht në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave duke mbajtur kështu për disa orë. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje dhe vitamina do të hidratojë lëkurën tuaj, do të zbehë rrudhat dhe do ta ushqejë atë me antioksidant. Sipas ekspertëve ju mund të përdorni edhe uthull molle. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në fytyrë dhe në qafë dhe mbajeni atë për 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë, mbajeni për plot 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Bëjeni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim mërinor. Ndërkohë, e bardha e vezës po ashtu përbën një maskë natyrale e cila do t'ju vijë juve në ndihmë. Rrihni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë, prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë është e përshtatshme për lëkurat me yndyrë dhe ajo duhet bërë të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe njëkohësisht mund të zbehë rrudhat. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.